në momentet e para, pra, pas këtij komunikimi, Musa a.s. urdhërohet me namaz, urdhërohet me lutje. Me fjalë tjera, kjo në vetvete do të ishte një mësim të respektuar të rishikues se çfarë peshe ka namazi. Në momentet e para kur paraqitet profecia, paraqitet komunikimi i Allahu xhelle xhelaluhu, që në këtë rast Musait po i flitet direkt dhe mund të thuhet është i vetmi Musai që edhe quhet kështu Kelimullah, ai që i ka folur Allahu. Pra, derisa po ndodh një komunikim i tillë, vjen menjëherë qëllimi i krijimit, kush është Zoti dhe çfarë detyre ti ke, dhe më e mira detyrë që ti duhet ta bësh për ta njoftë dhe për ta pranuar Allahun për Zot, është që ti falësh atij, që ti ta kryesh namazin. Andaj, jo rastësisht edhe në rastet e tjera, edhe Isa a.s. kur do të flet në atë bisedën e tij të çuditshme, e thot me njëherë ausani, pasi tregon që Allahu ka zgjedhur për pejgamber, thot ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dhe unë jam porositur, ose më ka porositur Allahu që ta fali namazin dhe të jap zakatin sa të jem gjallë. Me fjalë tjera, namazi është detyrë shumë e rëndësishme, jo në kuptim që e rrisin, e glorifikojnë hoxhallarët për tregu diçka më të madhe ose për t'i obligu njerëzit për një gjë të tillë, por namazi të respektuar të rishikues është tamam njohja e rolit. Nëpërmjet namazit ti tregon a dëshiron të jesh një farë Zoti i vogël, pra ke pretendime ti të tjera, apo jeton në hapësirën qiellore ku ajo ka një Zot tjetër e që është Allahu. Pra me namaz ti e bën konfirmimin njerëzor përballë hyjnis, përballë Allahu xhelle xhelaluhu. Me jo namaz e kemi shumë të vështirë me ta gjetë emrin. Me jo namaz i bie se ti krijon një rivalitet, ose krijon vetë me vetveten nga mendjemallësia jote, ose ke përshtypje që dikush tjetër pos teje, pra ti se meriton atë, por dikush tjetër meriton atë, por jo Allahu. Pra mendon se me jo namaz bëhet jeta, bëhet puna, por jo në këtë kozmos. Ti mund të mos falësh, sepse ka pas plot dhe shumë janë, edhe këto kohë, edhe në çdo kohë tjetër ata që nuk e kanë falë namazin, por çështja është se e njeh apo nuk e njeh, e pranon apo nuk e pranon realitetin kozmologjik, pra a pranon robrinë tënde në këtë jetë ku jemi, apo ka nevojë që të hapen syt me gisht në kuptimin, pra nuk e pranon letë kështu, por do të detyrohesh të ta pranosh atë me forma dhe mënyra të tjera, të cilat janë pra me ujin, me bukën, me sëmundjet, me paaftësitë e tua njerëzore, pra tua si njeri, si individ, por edhe tuat si komunitet, pra me sëmundje kolektive, me paaftësi kolektive, me tërmete, me thatësira e tjera, me cilën metodi dëshiron të kuptosh se ti je i vogël dhe je i varur në këtë hapësirë qiellore.